Po, një minut, ju lutem, se i një gjumë të PD-s mjaftë deri të shti. Duket nga viti 2015 që është bërë reforma, edhe sot, këto të PD-s nuk do kënaqen kur ajo punë ka marrë fund. Në kohën e vetë i merrshin vendimet vetë dhe nuk pyetsin antarët e Partisë Socialiste ose grupin tjetër ekspert Partisë Socialiste. Jemi ne ato që jemi të rejtë zvar, janë këto ato që kanë hangër vitet e veta Partisë Demokratike dhe ne jemi të rejtë zvar pse ishim antarë Partisë Socialiste. Dhe sot zoti Mazniku merri vendimet ashtu si ka marrë Sali Berisha në kohën e vetë. E para, e dyta, të lutem. A do më fokuso, zonjë, për reformën? Do marroj 3 minutat e mia dhe do të... Jo, për reformën. Shërbimi në Bashkinë Bulqis jam shumë e kënaqur që kam një zonjë kryetare të Bashkisë Bulqis, sepse shërbimet janë në mënyrë prefekte. Vërtet jam një punojse e thjeshtë njësisë, por çdo punojës që ka trokit derën tonë, kemi një shprehje në Shupënjë ne, bujrëm, dhe asnjë punojës dhe asnjë banor i Shupënjës nuk është shkuti kundra. Sa për licencën e fugonave që tha banori i fshatit, në kohën e PD-s ato i mershin fugonat, sot ham ne që jemi. Të lutem, zonjë, për reformën. Për reformën. Për reformën. Të lutem, jam shumë e kënaqur që shikoj sot, sepse vllaim vetëm se ishte simpatizant i PD-s me 3 lartë oficer, e kanë heq nga puna këto do dritë. Jemi jashtë. Një minut. Nuk jam dakord që bashkitë të mbyllen. Populli është i kënaqur, Partia Socialiste ka punu. Çepe, jam të folun, hajde mbyllë. A në gjove, zoti Mazniku, bashkitë mos i lëvizni ju lutem shumë. Çdo banor shërbehet nga bashkitë dhe njësitë administrative Shupënjës. A jeni dakord edhe ju bashkia Bulqis duket, nuk u pëlqen këty në PD se po punon në mënyrë prefekte. Sa rrugë, sa ujësjelësa, sa kanalizime janë bo, nuk u pëlqej dhe rruga arbit. Kur mos u pëlqej, sa stisë u ka pëlqej puna qeverisë të Tiranës këtyne. Okej? Ka që kisha unë, kur mos u pëlqej, se në kodë vetë s'ka punu kur gjo, vetëm kanë shem 97-ën, nuk kanë bë puna, dëgjove, të gjithë e di po s'u pëlqej këtyne, se Partia Socialiste me Tiranën o të punu, edhe të punoj të plasin këto. Tani, unë do kërkoja që ju lutem, unë e kuptoj që ne kemi sport shumë të dashur këtë punën e politikës. Zonjë, faleminderit. Unë mendova që nuk po i hidhje pak benzin zjarri, po e ndeze gjithë sallën. Tani, do doja që të mbetemi tek reforma, diskutimi mbi reformën dhe tifozlikun ta mbajmë për vete. Vetëm ju lutem të jemi konstruktiv të ky diskutim. Tani ka zoti Xhelal Mziu. Po. Zoti Mziu, 3 minuta janë për ju. 3. 3, zoti Mziu, 3. Po 3. 3, dhe zoti Malaj, antari i komisionit, po 3. Zoti Eno nuk je pjesë e komisionit, ti je thjesht speaker. Dakor, po, ti jemi të barabartë tani, 3. Astrid, shifne tender. Maroj 3 minutë dhe këtë ti. Ta maroj 3 minutë në vetë. Ulsi. Ta maroj 3 minutë në këti. Ta maroj 3 minutë në këti. Maroj 3 minutë në këti. Maroj shokun Astrid. Maroj 3 minutë në këti. Tani, a t'i japim mundësi zotit Mziu, sa po të mbaroj zotit Mziu, po t'a jap fjalën ty? Paguhet si patronazhist, paguhet për këtë. Jo, nuk e di, duket që është njeriu më i qetë i gjithë sallës sot, me thënë drejtë. Ashtu duket në fakt janë. Po ju dëgjoj. Jeni më i qeti sot nga të gjithë në këtu. Më i qeti. Zoti Mazniku, do komunikoni
kryetarin e Partisë Socialiste? Do komunikoni me kryetarin e Partisë Socialiste më të bëj zhurmë Musi? Okej. Atëherë do mundohem shkurt sakt për problemet të cilet i përkasin qytetarëve. U bë reforma vitit 2014 me 2 sfida kryesore. Për të kursyer parat e taks paguesve shqiptar, për të rikthyer kadastrën tek bashkitë që prona atyre të ishte afër tyre. Së dyti, pushteti vendor është i pavarur nga pushteti qendror. Pushteti vendor është përfaqësuesi kryesor i qytetarëve. Pra decentralizim, autonomi, pavarësi. Në fakt çfarë ndodhi? Ne kemi patur më përpara mesataren në 373 njësi, 11.000 banor për një njësi vendore bashkë me komunat. Evropa sot ku ne duat shkojmë, e ka mesataren 6.000, pra kemi patur 11 herë më shumë, dhe çfarë do thotë, nëse i referohemi me shpopullimin që ka ardhur, ka shkuar në 20.000, ose do të thotë e kemi 6.5 herë më shumë se sa Bashkimi Evropian. Kush janë qasjet? Partia Demokratike thotë, sipas Bashkimit Evropian, të shkoj shërbimi sa më afër qytetarëve. Mazniku dhe qeveria thotë centralizim. Një tjetër gjë, Bashkia e Qarkut Dibrës ose e Dibrës është bashkia me sipërfaqen më të madhe në Shqipëri dhe është bashkia që ka përfituar 15 njësi vendore. Bashkinë e qytetit dhe 14 komuna. Si asnjë bashki tjetër në Shqipëri. Referencë tjetër, Bashkia Gjirokastës, i kërkoj ndjes Julli Aslani që nga Gjirokastra, është gjysma e Dibrës. Ka 7 njësi vendore. Qarku Dibër ka vetëm 4. Ne, si pas shtatës, do të kishim 14. Diskriminim krajnor, përveç se politik. Kush janë efektet negative që ka ndodhur në Dibër? Si a keni parë Reshin, Dardhën, Selishtën, Kalan, Lurën, Trebishtin, Martaneshin, Macukullin, se si e ka shpopulluar vendin? Si mund të vinë një qytetar nga këto zona dhe ta morë shërbimin? Sepse është larguar. Një tjetër referencë, kur kishin 373 njësi vendore, nëse 100 lek nga buxheti i bashkive, 20 lek, zoti Urçi, 20 lek shkonin për investime. Më shumë se sa 25 lek dhe 100 lek shkonin për shërbime ndaj qytetarëve, ndërsa për pagat shkonin diku ke 33%. Sot ne kemi për investime vetëm 18.5%, ose të ndryshe, në 100 lek, 18.5 lek shkojnë për investime dhe gati 50% shkojnë për paga. Një tjetër element. Zoti Mziu, i krym 3. Jo. Po i krym 3 minuta. Zoti Male ishte 3 në kokë. Po s'pun ka me mbale nuk. Ishte 3 në kokë. Absolutisht jo. Absolutisht. Mos u merr me tani t'jemi drejt. Mund ta more Malaj prapë që se ka gjëra tjera. Po, them t'ja japim qytetarëve, zoti Mziu. T'ja japim qytetarëve. Edhe një, ti e thjesht një speaker, mos i ngatro gjëra. 3, i krym 3. I krym 3. Komuniko, absolutisht jo. Jam antar komisioni, mos përfito, i e thjesht speaker. Paleta mos bëjmë papagallin aty liba. Çdo takim. Jo tash mos ta bëj papagallin. Zoti Mazniku. Zoti Mazniku. Zoti Mazniku, është komision, nuk është bashkëkryetar kjo. E kuptova një herë. Është vetëm speaker ai. Mos u merr më atë punë. Po pra speaker, por ma jep fjalën. Fjalën. Jam dakord ta bëjmë me të gjithë, nuk mund ta shkel me i vet. Lidhe atë. Ja kemi prej çdo njeri. Për shkuar tek standardi që kërkojnë. Partia Socialiste kërkon që Bulqizat bashkohet me Dibrën, që Klosit bashkohet me Burrelin. Kush është qasja PD-s? Në Dibër, çoj zorin. Çoj më zorin tash. Çoj zorin vëlla. Zoti Mziu, nëse vetëm në 1 minutë e përmbledh, jo po është e pamundur.
Nëse në 1 minutë për mbledh, po at'i japim Jo, gjithë. fare, do flas. Për opinionin publik, kemi një qeveri moniste, kemi një parlament me votat blera, kemi 4 kryetar bashkie dhe ndërkohë i mohohet zëri opozitës. Ndërkohë, unë ngritën ja 3 përfaqësues bashkisë dhe lexonin referatet. Kurse unë, antari i komisionit, ish kryetari i bashkisë, drejtuesi politik si dhe manja që mund ta morë fjalën, ne s'duhet të flasim. E kupton? Ne dëgjojmë prallat e Nafijës. E kupton? Ne dëgjojmë prallat e Nafijës për partinë. Lere të komunikoj. Po komunikoj me rregull. Po pra. Për shkuar. 3 minuta. Maqellara kërkon bashki. Kastrioti bashkë me zonat e tjera përreth saj kërkon bashki. Reshi Dardha Lura dhe Arrasi kërkon bashki. Gollobordas që është ndarë në 2 qarqe kërkon një bashki. Shupenza Gjorisa kërkon bashki. Macukull Derjan dhe Rukaj kërkon bashki. Urza kërkon bashki. Një tjetër element. U tha që do të kursehet dhe në fakt Bashkia Matit e ka arritur fondin e pagave 8 herë më shumë se sa 10 vite më parë. Bashkia Dibrës 4 herë më shumë se sa 10 vite më parë. Sepse ka patronazhist. A do t'ishin dakord ju Zoti Mziu e që kaluam. hipotekat t'ishin te bashkia juaj apo t'ishin në Kurbin? A do t'ishin dakord ju që zyrat arsimore t'ishin në bashki apo t'ishin në Durrës? A do t'ishin dakord ju që qendrat shëndetësore t'ishte në çdo zonë dhe shkollë në çdo zonë apo të transportoheshin me Zoti Mziu, autobus për Zoti shkollë Mziu, ke tjetër? ngritur 2 pyetje të cilat I kam tani Po, pra, tek po. financat. Jo, se- Faleminderit, ju ke përgjigj- ngritur jo, 2 jo. pyetje ti pyesim Po, tani. po, përgjigje mund, valla. I ke rënë kokë. Si shumë kompetenca ke morti valla. Po I kemi kohën. Mos u bëj shumë E kemi majtis. kohën. Mos u bëj shumë majtis se pak je pak, por jo shumë. Jo shumë. Kemi kohë. Më lër të flas, o. Ore shpungeni, ç'a ju djeg? Çfarë ju djeg më valla? Edhe një. Mos prish kohën. Unë mund t'isha aty bashkë me ty, se jam antar I komisionit. Edhe një do flas pa limit. Do të flas pa limit. Nuk do bësh më komisione. Kaç pa them unë. Do flas, e kam radhën unë. E kam radhën për të folur. Po, rregulli di, unë e kam lexuar përpara te rregulloren. Mas diku je I rritin këto punë. Ti ke çështje të tjera, po jo për te. Shif çështje të tjera. Përse ta mbyll? Jo, fol dhe 3 minuta, jo mos e mbyll. Fol dhe 3 minuta. Po jo më kam mbyllur temën, çfarë fol? 3 minuta do hapi. Vazhdo, jep 3 minutë. Jep 3 minutë. Vazhdo më pra. Jep 3 minutë. Po pra vazhdo. Po s'ka më, jo, çfarë folim? Kuj këti? Po Xhelal është hapur. A do t'ishin, nuk ka zë. Të lutem, hapini pak mikrofonin. E pra, Ka 3 bonus, por do ta balancojmë me tjerë. a do t'ishin dakord që po ju drejtojnë kryetarët e bashkisë që janë në këtë kahe? A do t'ishin dakord që ta kishin kadastrën ju, siç e kanë vendet e rajonit? A do t'ishin dakord që arsimin para universitar ta kishë ju në menaxhim, siç e kanë vendet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian? A do t'ishin dakord ju që kadastrat ta kishë ju? Kur them ju, pra bashkit, që të meshin tapit. A do t'ishi, a jeni të kënaqur, Zoti Jeno ndërhyte kryetari I Partisë Socialiste që të pushoj. Nuk e njoh më Po kush jo e është. njoh unë, po them thuj kryetari I Partisë Socialiste që të pushoj. A do t'ishi dakord ju që të mos merrni vetëm 1%, po të merrni 2% si vendet e rajonit dhe që të merrni ato grandet konkurruese. Grandet konkurruese tani jep Fondi Shqiptar I Zhvillimit. A do t'ishi dakord ju që çakullimin rrugor të qytetit, si Maqedonia, si Kosova, si Evropa, ta menaxhonte bashkia. Kush do qoftë ai majt apo I djathtë, kryetar bashkie. Dhe Shqipëria nuk e ka. A jeni të kënaqur ju që një qytetar I Dibrës merr të ardhra të
të paktën 5 apo 6 herë më pak se sa qytetari i Durrësit